qenë edhe mobilizim. Okej, tash është një çështje që sot e kësaj dite s'po thon me të dilim, po është terren për spekulim. Po flasim për një katun të vogël, të cilit ja mësyn qindra forca, i cili 2 muaj ma herët ka qenë i rrethuar edhe i sulmuar, edhe në cilin kushtimisht po them një familje full me civil lihet vetëm. A është lënë vetëm, a s'ka pas kur farë mundësie të ndihmohet, a është diskutu kjo, se di, në Tiranë, a është diskutu në ashta mas luftës me njerëz, a kenen prej dikujt në i dëshmi që ka qenë ofër edhe ka pas qasë shumë prekazin, ose që i ka pa mund shumë është mos me u vrejt që është ka përgatitet sulmi. Nëse në retrospektiv kthehemi dhe analizojmë situatën që ka qenë, edhe i shohim filmat tani me ushtri, me marshime, me mitraljoza në dorë, me kundër tanksa në dorë, atë janë 2 gjona që nuk janë njëjtë. Në atë periudhë kohore, tani kur kemi diskutu, po më vjen keq me thonë, por duhet ta them, insistimi im ka qenë, kur i kom taku këta djemë që kanë qenë Kosovë, edhe lidhëmbajtjen, mendimi im ka qenë që Adem Jashari s'duhet shkojnë në shtëpi asnjëherë më. Pse? Sepse Adem Jashari s'ka pas bodyguarda, s'ka pas roje, nuk ka pas ndonjë repart që e ka pas rreth shtëpie për sinjalizim, për ta ruajtur. Atëherë janë taku, kanë bisedu, janë dalë, kanë kry një aksion, ose qysh ka ndodhë që janë kry 2-13 aksione për një natë, 5 aksione për një natë, por janë kry të gjithë pothuajse në habitatin e vetë, në familjet e veta, ose tek njerëzit e vetë, ose njerëzit e besueshëm ku kanë qëndru. Tani unë nuk e di ka qenë duke ne në shtëpi krejt kohën, apo ka qenë atë natë rastësisht ka shkuar aty dhe kush ka informu, ose kanë pas informat shërbimet e Serbisë do t'i quja, qoftë ato të ushtrisë, qoftë ato të policisë, sepse unë i kam dëgjuar debatet e tyre që zhvillojnë kundër njëna tjetrës. Thonë, këto shërbimet civile akuzojnë shërbimet e ushtrisë që kanë gabu, që kanë godit në atë formë, por unë nuk e besoj që ka mujt dikush, ose që ato kapacitetet që i kemi pas, nuk ka pas mundësi me organizua shpejt. Ata, unë i kam dëgju edhe Sulejman Selimin edhe disa që kanë qenë dhe kanë dhënë deklarata, ose kemi biseduar, që ka pas rreth, janë afru me armatime, po cilat kanë qenë armatimet e tyne, linë pyetja. Dhe sa veta kanë mujt me qenë ata, në qoftë se kanë qenë 100 ose 200 veta, se po shirën me filmime që janë sa pizgaveri, sa makina ushtarake, sa një